eskaluar në dhunë protesta e 7 të studentëve të Universitetit të Prishtinës, të cilët po protestojnë në oborrin e rektoratit të UP-s. Studentët e mbledhur, pasi që kanë mbajtur fjalime bashkë me profesorë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, kanë kërkuar që të lirohet hapësira e shkallëve të rektoratit dhe kanë tentuar që të largojnë forcat policore nga aty. Sipas studentëve, policia së Kosovës nuk i lejohet të qëndrojnë në hapësirat e universitetit dhe sipas tyre, ata nuk do të tentojnë të hyjnë brenda rektoratit. Në tentimin e parë, studentët kanë arritur që të largojnë disa pjesëtarë të policisë së Kosovës nga shkallët, por më pastaj policisë nga brenda janë bashkuar forcat të tjera, të cilët me sprej dhe forcë janë detyruar që të largojnë studentët nga shkallët. Në këtë rast, disa studentë kanë pasur probleme shikim si pasojë e sprejit të përdorur nga policia e Kosovës. Megjithatë, situata nuk është mbajtur për shumë gjatë nën kontroll, pasi që studentët prapë kanë insistuar që të largojnë policinë nga oborri dhe të ulen në shkallë. Grupet të studentëve kanë arritur që të largojnë nga oborri disa pjesëtarë të policisë së Kosovës. Gjatë kësaj kohe, ka pasur disa studentë të cilëve i është ofruar ndihmë për shkak të problemeve të parë, si dhe lëndimeve trupore të lehta që kanë marrë nga policia e Kosovës. Në anën tjetër, nga policia njoftohet se ka pasur të lënduar dhe nga ana e policëve dhe sigurimit të rektoratit. Sot nuk ka pasur të arrestuar, ndërsa janë lënduar 5 policë dhe 1 pjesëtar i sigurisë të rektoratit, tha Flora Ameti, zëdhënëse për rajonin e Prishtinës. Sipas informatave që ka policia, 2 studentë kanë kërkuar ndihmë në QKUK dhe disa të tjerë janë irrituar me sprej irritues. Fillimisht, protestuesit janë mbledhur së herave të tjera në qendrë studentore dhe më pas kanë marshuar drejt rektoratit, ku janë pritur nga një grup tjetër studentësh dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe profesor. Atyre së pari është drejtuar profesoresha e Universitetit të Prishtinës, Hatice Latifi Pupovci, e cila ka thënë se universiteti është shndruar në institucion të kapur nga krimi i organizuar. Universiteti i Prishtinës është shndruar në institucion të kapur nga krimi i organizuar. Në institucion në të cilin po ndodhin gjëra që na bëjnë të bëhemi të turpruar neve që jemi pjesë e këtij institucioni. Të gjithë studentët e Universitetit Prishtinës dhe ne profesorët që jemi këtu. Kjo për faktin se në Universitetin e Prishtinës po ndodhin skandale të cilat Universitetit Prishtinës ja kanë ulur atë prestigjin që dikur e ka pasur. Më pastaj, fjalën e ka marrë historiani Shkelzen Gashi, i cili tha se në Universitetin e Prishtinës që nga pas lufta ka pasur vetëm regres. Lene që nuk ka pas përparim, por nuk ka pas as stagnim. Nuk jemi as në gjendjen që kemi qenë vitet e 70-ta. Kemi bo regres. Dhe kjo për fajin e njerëzve që kanë marrë pushtetin Kosovë prej mas luftës. Gjithë rektorët e Universitetit Prishtinës janë caktu prej pushtetit. Në emër të studentëve ka marrë fjalën Astrid Dehari, i cili ka sqaruar arsyet se pse ata po protestojnë që 2 javë. Për afër 2 javë, studentë po protestojnë kundër falsifikatorit Ibrahim Gashi dhe të tjerëve afër tij. Po protestojmë që të mbrojmë universitetin nga falsifikatorët kriminal që e kanë zaptuar universitetin. Kjo është protesta e 7 me radhë studentëve të cilët po kërkojnë ndërheqjen e rektorit Ibrahim Gashi, si dhe heqjen e këshillit drejtues të UP-s. Ata po ashtu po kërkojnë hetime për doktoraturat e profesorëve. Studentët janë zotuar se nuk do të ndalen së protestuarit derisa të plotësohen kërkesat e tyre. Edhe Kuvendi i Kosovës në seancën e së njëjtës ka diskutuar për gjendjen e krijuar në UP kohët e fundit. Gazeta Jeta në Kosovë ka provuar që të kontaktojë me rektoratin, por nuk ka mundur të marrë përgjigje nga rektori Ibrahim Gashi, si dhe nga këshilltari Ardian Kastrati.